Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Republikën e Maqedonisë së Veriut u mbajtën më 13, 14 dhe 15 korrik. Më 13 korrik votuan qytetarët e prekur nga Covid-19 nga shtëpitë e tyre ku ishin në izolim, ndërsa me 14 korrik votuan të sëmurët, të doptit dhe qytetarët në burgje. Më 15 korrik votuan të gjithë qytetarët tjerë. Vlerësimi i përgjithshëm i procesit zgjedhor, sipas rezultateve fillestare të raporteve të përpunuara të monitorimit të civilit, është se kemi pasur një proces zgjedhor delikat, por të suksesshëm, demokratik, të lirë dhe të sigurt, por megjithatë i mbushur me tensione në shumë vende dhe me një numër lërshimesh dhe madje edhe me parregullsi. Gjatë numërimit të votave nga komisionet zgjedhore në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, faqja e Komisionit Zgjedhor pësoi sulm kibernetik, gjë që shkaktoi ndalimin e punës dhe ishte i paarritshëm për publikun. KSZ-ja rifilloi numërimin e votave me dorë dhe doli me rezultatet fillestare jo zyrtare në mbrëmjen e 16 korrikut. Partitë politike paraqitën 2142 ankesa për parregullsi zgjedhore pranë Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Të gjitha kundërshtimet dhe parashtresat janë hedhur poshtë. Disa nga palët parashtruan ankesën në gjykatën administrative dhe më pas Komisioni Shtetëror Zgjedhor do të dalë me rezultatet zyrtare përfundimtare për mandatet e fituara nga partitë politike që garuan në zgjedhjet. Në ditën e zgjedhjeve, më 15 korrik, civili mbajti 5 konferenca për shtyp me gjetjet nga raportimet e vëzhguesve. Më 16 korrik, civili mbajti panel diskutimi me temën për analizat dhe vlerësimet pas zgjedhjeve të adresuara nga Sasho Ordanovski, Jasna Baçovska dhe Visar Ademi. Pas panelit, civili mbajti konferencë për shtyp me informata paraprake për ditën e zgjedhjeve. Ekipet monitoruese të civilit filluan me monitorimin e fushatës zgjedhore më 20 qershor në drejtim të financimit politik të partive, lajmeve të rreme, dezinformatave dhe gjuhës së urrejtjes, si dhe aktivitetet e partive politike gjatë heshtjes zgjedhore. Ky proces zgjedhor u shoqërua me një fushatë të zezë dhe të ashpër, e cila nuk e anashkaloi as civilin. Disa nga sulmet ishin edhe ende janë të drejtuara kundër individëve që janë pjesë e organizatës. Njëkohësisht, ka pasur shumë raste të presionit të drejtë për drejtë dhe kërcënimeve ndaj vëzhguesve që të heqin dorë nga vëzhgimi zgjedhor për civilin. Organizata është e hapur për të gjitha informatat në lidhje me parregullsitë zgjedhore dhe shkeljet e të drejtave dhe lirive të njeriut, pavarësisht nëse ato vijnë nga akuza civile, burime partijake ose organizata tjera jo qeveritare.